Ky është epizodi I parë I podcastit Horizon Talk. Përshëndetje, unë jam Lina Resica. Unë jam Dion Shaqiri dhe ky është epizodi I parë I podcastit Horizon Talk. Para se me nis me diskutu për temën që e kena zgjedhur sot, po du me fol pak pse Horizon Talk. Do me thonë cili është qëllimi I këtij podcasti. Ky podcast ka për qëllim që me qit fokusin kryesor te nxënësat. Edhe jo rastisht, unë edhe Dioni jemi zgjedhur si moderator këtij podcasti. Te do të jemi nxënësat klasës 11 në Horizon Talk. Kena me mënu që me fol për çështje që I prekin drejt për drejt të nxënësat jo vetëm në shkollën tonë, por në krejt Kosovën. Sfidat me cilat përballen, pse jo, edhe me zgjedhje për to. Siç e tha dhe Rina, podcasti Horizon Talk u bë me si fokus për nxënësat. Në podcastin ton kam pas të ftuar të cilët mirën me nxënësa edhe kryesisht për problemet dhe mosimdhënien që ndodhin në shkollat tona. Pa u kopja nisim na me temën. Tema e parë që kena me diskutu sot është ana definoj neve notat si nxënës. Unë e kam përshtypjen që për ne është një temë jo vetëm na, do të thonë fenomen në krejt botën, për shkak se sot tek e fundit na me nota vlerësohem. Mirë po është e rëndësishme me ditë, edhe për sa ata po do më nis me si të pyetje, çka e mot për një një notë. Unë personalisht nuk e menoj se nota përkthehet në inteligjencë, ose se menoj se çajo notë dyqysh e mot sa atë inteligjencën që e përzgjedhshme që mundet me pas një individ. A den thjesht menoj se është një vlerësim për një periudhë kohore të caktuar, për një fushë akademike të caktuar ose për një land, për shembull biologji, fizikimi. Do të thonë, s'po di. Po edhe kam mendimin e njëjtë si Rina, besoj që nota nuk është çaq e rëndësishme. Po më është e rëndësishme, po nuk është determinuese për suksesin ose inteligjencën e një individi. Bën një diferencë shumë të madhe nëse don me shku me një lami të caktuar ose një drejtim të caktuar, po nuk besoj që drejt për drejt e ndikon inteligjencën ose drejtimin që ti don me vazhdu. Mendoj që nota më shumë është disiplinë se që është inteligjencë, pasi që gjatë një viti shkollor më shumë vlerësohen angazhimi, detyrat, sa je kon aktiv. Edhe nuk besoj që ti mundesh më kon inteligjent, po mundesh më kon edhe njëri, dembel. Edhe kjo rezulton një notë më dob, po kjo nuk e ndikon inteligjencën tonë. Do me thonë, që të përmenoj që përpajtojmë, se për shembull na kena një perceptim shoqënie, kam përshtypjen në, jo vetëm në shoqëni, po edhe në familje edhe në rrethin për shembull me profesor me arsimtar, që në momentin që ti e merr një notë të caktuar për një lan të caktuar, çfarë çështë sa mundesh me shkuti për sa të lan. Çfarë den. Do me thonë na kena një çast përshtypje që në momentin që e morë ti trash biologji, ti je trash në biologji dhe s'mundesh me bëj doktor. E kena një farë perceptimi të gabuar për mendimin tim. Atë nëse më pyet mu, padyshim që nota është e rëndësishme. Okej, e ka rëndësinë vet për shkak se tek e fundit na çat notë e marrim për shkak se pyetëm për diçka ose për shkak se bëjmë test për një lan, edhe I mot ato aftësi momentale që I kena, natyrisht është e rëndësishme, por nuk e di çfarë efekti afatgjat ka çaja notë. Do të thonë çfarë qëllimi ose çfarë pjesë e neve të karakterit tonë ose çasaj periudhës tonë akademike na e cakton çaja notë. Edhe unë mendoj që notat janë shumë më shumë të rëndësishme për shkak të presionit që bëhet ndaj nxënësve. Kjo një pikë shumë që duhet mu trajtu shumë më thellësisht, se notat edhe pse janë nota të mira ose dobta, nuk besoj që duhet mu kanë si pikë referente për inteligjencën e një individi. Besoj që presioni që bëhet prej prindve ose prej mësimdhënësve për ato nota nuk duhet mu kanë çaq presion I lartë. Pse bëhet ky presion, a kena përshtypje kështu? Po se tendencën sidomos e kanë prenta, e din është ndoshta edhe ata e kanë që të lloj paragjykime ose gjykime për notën edhe për një më menojnë që notat definon çfarë nxënësi je ti. Edhe unë mendoj që ato që definon çfarë nxënësi je, veç pse e ke një notë dob me një lan të caktuar ose nuk I ki atë notat më të mira të mundshme, nuk do të thonë që je më I dob në mësim ose diçka, veç mundet më ka që nuk të pëlqen ai land ose veç nuk e kupton atë land shumë mirë. Edhe besoj që nuk duhet më bëj presion për të nxënësi për nota sa bëhet presion për I prindve. Për shembull, unë e kam edhe një përshtypje tjetër që shumicën e rasteve edhe na jena pak vet fajtor që e kena kriju si stigmatizim me u perceptu. Pse?
na si nxënësa jena shumë të prirën që me i kushtu rëndësi notës. Edhe jena të prirën që me mësu diçka, veç për me marrë qatë notë. Shumë pak kena na për shembull motiv për me mësu diçka, për me jo me majtë në men, po thjesht me e ditë si informacion, me pas si një element, si një fakt, për shembull në trunin tonë, ose veç me mësu brejnë diçka pse po dojmë me ditë. Edhe na për shembull nuk e bojmë qëta. Na nuk mësojmë pse na interesant diçka, sepse jena kurioz për diçka. Na mësojmë veç për me marrë qatë notën në fund. A mendon se edhe na i kena pak fajet pse vjen që ky stigmatizime e të definimit notave? Po mendoj që i kemi edhe na fajet pak po shumica është për presionit prindve, se prind nuk mujnë me ditë sa ti din, ose sa e ki njohuri për atë land, ata veç i shohin notat, edhe menojnë që nota është reprezentim për të dijen që e ki në qatë land ose në shkollë. Për shembull, unë jam shumë pak nxënësa që pezojna në një lanë të caktume, kanë qef me marrë që ato, me lexu që atë lanë, edhe që ato që din me i mësu mirë. Ose që ato që munën me i mësu mirë, me i mësu për vetit e ke fundit, edhe me i pas në krejt memorien e tyne, edhe një shumë nxënësa që e selin librin i mësojnë 2-3 tema kryesore që i kanë për më pyet në fund vet, edhe për me marrë qatë notë edhe për me kry. Apo den, edhe unë mendoj se për një mes që kjo është shumë, që kjo demotivimit që ja bujnë na vetës për me mësu vis për notë, për menimin tam është këgja një farë faktori rëndësishëm pse tash neve na u ka fiksu që kjo që çfarë notet e marrën e çastin nxënësi jam. Po është demotivim fakt se nëse mëson veç për një kohë shumë të shkurtë ose veç për fund vet, nuk është që ka me pos efektin e njëjtë si nëse të pëlqen një landë dhe e mëson ton vitin me motiv. Se nuk e ki motivin e njëjtë si për një landë që e ki qef, si për një që nuk të pëlqen. Edhe bën dallim shumë të madh kur mëson të një landë që të pëlqen, edhe të një landë që veç e ki për fund vit ose veç për not. Ose për shembull, nuk e dia e ki vrejt, po është ajo jo bre se kë e ka qëto edhe njëtën, e ka qitë notë për shembull, edhe njëtën e vetë s'ka me mujt me mri kur gjë heq. E ka mesatarën e vitit, bezojmë klas 11, klas 10, 3.5, edhe kjo nuk ka me mri me bo kur gjë. A menon ti që nota, do me thonë, e lu një farë roli të probabiliteti ose të gjasat që ti me pas sukses në jetë? Nuk besoj që lu nota rol për në sukses në jetë. Lu në rol nëse do në më bo diçka që nevojitet fakulteti ose universiteti, nëse do më bo, që po mënoj, doktor, ose një lanë shkencore, po nuk do me thonë që veç pse i ki notat e këqi ose notat e dopta, ki mu konë njëri pa sukses shumë njëtë. Ka shumë njerës që kanë pas, nashta nuk janë konë nxënës më të këqi, po as më të mirë nuk janë konë nxënës mesatare dhe kanë pas shumë sukses njëtë. Po pse po menon që notat kena si të perceptim si shoqërina që notat e dopta gjithë e bojnë një individ më duk se nuk ka me arrit kur gjë njëtë. Nuk e di, nuk jam i vetmi njeri onesë me qëta. Për shembull, shumë autorë edhe kanë shkruajt libra për qëta. Ajden, sidomos për nxënësat që i cilësojnë nxënësat e bankave të mesme, ajden bankave në mes që i thojmë na, ose nxënësat mesatar, shumë për ty në thojnë që qata nxënësat mesatar, pavarësisht në periudhën e ty në shkollore, janë shumë të, jo të nënshmum, po janë, ajden, as kënej, as anej, Po, si mesatar. vlerësohet që në të ardhmen kanë shumë ma shumë sukses se sa ata nxënësa që e kanë kry vitin me mesatare 5.0 ose sa ata tjerë që e kanë kry me 2. Edhe shumë autor e vlerësojnë qëta se e kanë qëta si pikpamje në librat e tyne. Tash, nëse më pyet mu, nuk është për një mes që nota është vlerë numerike tek e fundit. Tjetër është pse na jena të e kryu një farë përshtypje, jo veç të na, po edhe të gjeneratat e tjera, për shembull që janë në shtadë më të vogla se na, që është ajo piku kryesor që ti mund është me emri, na për cilësojmë që nota. A përdin? Pavarësisht që une nuk e menaj që ashtu, për nuk du me menu që ashtu, edhe që kjo është një për arsyeve kryesore pse në të mësumin tem, edhe në metodologjinë që unë mësoj, nuk e kam notën si piksynimin kryesor. Do me thonë e kam të fundit. Kjo është mendim shumë i mirë edhe shumë mendim i saktë, se nota është tek e fundit që thaj veç numër, edhe nuk e dikton se sa din të një landë, se sa mund është me arrit njetë, veç është vlerë numerike, po të ndihmon mu fut në universitet ose dikun, po nuk besoj që e përcakton se so kime arrit njetë ose çka kime bo me jetën tonë një notë poshtë mesatarës ose një notë e dopt. Po tash lind edhe një problem. Se për shembull na ato e thonë që
ç'ke nota ty të cilëson ose është çajo your go-to ose çajo elementi që ti pa e pas atë notë s'u pranosh universitet. Pa pas mesatare të mirë ti s'mundesh mu pranu universitet. Ça me i bo si soj që universitetet ose edhe ata prej shkollës fillore që shkojnë shkollë të mesme, universitetet, shkollat e mesme si element kryesor të krejt arritjeve tua e marrin notën, ça me bona, do me thonë ata e këshyrin notën, nuk është se këshyrin ajsan tjetër. Që i vjena duhet me ndruna diçka, se qysh bojnë qëto pranimet në universitet, në shkollat mesme. Besoj që duhet me pas ndrime. Se për shembull nëse një nxënës i ka pas notat poshtë mesatarës ose notat më dopta, tash ai nuk do me thonë që ajo mund më konë gabim që e ka bën nxënësi. Tash nëse ai ko qef me me arrit diçka njetë edhe ka ndryshu mendim, menoj që duhet më konë si test pranues ose diçka që si te plotson atë test ai duhet më pranu. Nuk ka lidhje se çfarë nota ai ka pas, besoj që duhet më vlerësu me tashmen, çka arrit që tash, edhe çka mundet me bëj tash, jo çka ka bën të kalumen. Çka ka bën të kalumen fix. Po, shumë e vërtet. Do me thonë pajtona, e kanë shumë universitete faktikisht këto provimet pranuese që i bojnë, ka edhe shkollat mesme, mirë po kryesisht e marrin testin e maturës edhe të maturës, amo prap, tash do me thonë, unë shpesh herë kom avoku ose kom provu që në kriteret për pranime të pakte në universitet, për shkak që nëse marrim shembull prej veneve të botës, kërkon asë një universitet, ti nuk mundesh me u pranu në një universitet pa pas në CV-n tone edhe një punë vullnetare. Edhe une e kom pas shumë të arsyeshme, edhe për që ta muj me thonë që avokoj që s'di sa vjetë, që kriter për pranim në universitet me konë edhe aktivitetet vullnetare, jo pse me i bo dikujt favorizim ose jo, po unë shumë besoj në qytetari të përgjithshme. Edhe mendoj që secili prej neve çto e kena një detyrë ose një përgjegjësi për me bo diçka të mirë për komunitetin ku jetojnë. E pse jo, mos me e përdor si ta si ekstra, si diçka që mundet me i ndihmu një personi saktum, që nështë atë që të vlerën numerike si të notën, nuk e ka shumë të mirë. Edhe unë jam i mendimit njëjtë, besoj që puna vullnetare do të më fut si kriter në universitete, veç se mundet me shfaq edhe një pjesë tjetër të një njeriu, ndoshta nuk është nxënësi më i mirë se diçka, po bën punë vullnetare shumë edhe ndihmon shumë, ç'më thon, qytetin ose rrethinën e tina, edhe mundet me ndiku shumë në jetën në jetën e qytetarëve. Sido që tjetë, se po du me më këthy apet, nuk po kam qef me ahup rëndësi notës. A edhim se, për shkak që na po diskutojmë edhe disavantajin, po kam qef me diskutu edhe avantajin e notave. Për shkak që tek e fundit matë si kryesori asaj, ose i periudës, ose i vitit shkollor për neve, është qaj notë. Edhe unë menoj që duhet mi u jap pa dyshim vëmendja edhe vlera që e ka. Për shkak që deshtëm edhe s'deshtëm na që atë notë e marim, tu pyt për diçka, ose duke hinë një test edhe për një me që ajo i mat një hurit tona për që atë lanë të caktume, për një periudhë kohore të caktume. Që i bjen nuk bën me ahu prënsin absolutisht. Thjesht jena të dasht me bu në shna si një lej paralele me disë të pasunit një notë mirë edhe të pasunit një karierë ose një sukses në jetë. Do me thonë, një të cilaj paralele jena të dasht me bu. Edhe përmenoj që për një me ja natyrisht që duhet me umunu sa ma shumë që me marrë notat mira. Kjo është pak po e sigur, do me thonë është e pa diskutushme, vis jena të thonë që mës me akushtu komplet vëmendjen që ati numrit, po edhe në shtatë që ka pak në background tonin. Jam edhe një këti mendimi, notës nuk mund është mja hup vlerën, ose mja ullë, se qaj është tek e fundit vlerësimi kryesor që e bën ti për gjatë punës që e ke botë në vitin, edhe vlerësohet dituria jote, angazhimi, aktivitetet, vlerësohen këtë me notë. Edhe po, nuk do të mja ullë vlerën, po veç po menoj që do të më morë në konsideratë edhe senet e tjera, jo veç nota më konë si pikë referente kryesore për karrierën tonë ose për jetën tonë që kime posë. E për shembull, për neve nxënësav, a ka rëndësi shumë edhe qasja e profesorit ose arsimtarit karshi notës, se që marim na tani notën. Për shembull, se unë e besoj që kur profesori nuk e shen notën si elementin kësh për arritjet e tua, menoj që edhe nxënësi janë nisë me përfitu një qasi lloj pikpamje. Spedia, apo më kuptojnë që apo du me thonë? Menoj që profesorat kanë shumë rëndësi në kuptimin e landës, shpjegimin e landës, se ka shumë nxënësa që nështë nuk i ka pëlqy një landë,
po të e po profën që u konë shumë aktiv, ka bo shumë për atë lëndë, ka po që profa për një me dën lëndën, që realizohen vetë. kanë fillu edhe aty në mju pëlqy lënda. E tash po du më të bo një pyetje, pse menon që do nxënësa i dojnë disa lëndë ma shumë e disa lëndë ma pak? Shumë pyetje e mirë. Për ndryshe, unë po du me thonë, veç me u lidh me paraprakën, që për menimin tam, profesori është qaj faktori kryesor se qysh na i perceptojmë notat. Në momentin që një profesor nuk e sheh shumë, jo shumë të rëndësishme, se prapi bjanë me thonë keq, por nuk e matë komplet inteligencën tonë për sa të lëndë me qatë not, për menimin tam, të motivon ty që mos me mësu për qatë 5 ose për qatë 4. Sa e përket pse do nxënësa i dojnë do lanë ma shumë do ma pak, unë mendoj se prapë çdo duhet mu lidh te nota, ose te mënyra se qysh vlerësohemi për qatë notë. Se tek e fundit për neve nxënësave, për pas procesit mësimor që na e ndjekim ose ligjërimit për profesorave, e rëndësishme është vlerësimi në fund. Edhe unë jam person që shumë e përkrahi të mësumit aktiv ose të mësumit kreativ, që i vjen jo veç profesori me ligjëru në mënyrë kreative, po edhe unë kur e mësoj vetë, ose edhe na nxënësat kur e mësojmë vetë, kom shef që me mësu në mënyrë të logjikshme një sen, ose në mënyrë sa ma kreative që m'ja bo vetës ma atlete ke fundit. Mirë po, ka raste kur që ky mësumi kreativ që e bojmë na, nuk na jep qatë notën që na e dojmë, për shkak që na nuk pyetemi ç'ashtu. Do me thonë, na mësojmë qatë temë ose qatë mësim në mënyrën sa ma të logjikshme të mundshme, spjegoj me shembuj sa ma kështu, po ka raste, jam të fol, jo veç, do me thonë, jam të fol për krejt Kosovën, këtë shkollat e Kosovës, ka raste që për një me mësojnë qatë mësim me shumë qef, po kur djem puna për me u pyti për qatë mësim, nuk pytesh ashtu, po më pytesh mekanikisht. Edhe unë mendoj se kjo luan tepër rol të madh se sa e dojmë na një land, ose sa e respektojmë na një land, për shkak të mënyrës se çu mësojmë. Për shembull, nuk e di pse, por shumë nxënësa janë të prirur me pëlqy lëndë shoqërore, ju pëlqejnë historia, gjeografia, ka prej atyne që, për shembull, lëndë që tashmë janë shkencore ose edhe janë të dituna si lëndë të vështira, përmendoj quhen, perceptohen si lëndë të vështira se nuk janë, matematika e kimia e këto, janë më të prirur mos me i dasht, por mendoj se në momentin që për një me e nisë edhe e aplikon që të mësimin ose të mësumit kreativ dhe të mësumit logjikshëm secila lëndë ka me pas rëndësinë e vetë dhe ka me i pëlqy secilit prej neve. Unë menoj që lëndë shoqërore i dojnë ma shumë për shkak se lidhen ma shumë me realitetin, që më kupton, historia për shembull lidhet me njerëz që kanë jetuar më përpara, gjeografia lidhet me senet që i shohim përreth dhe besoj që kjo ndikon shumë në se sa i pëlqejnë nxënësit lëndë. Për që pse i pëlqejnë disa lëndë ma shumë se tjerët, unë menoj që ndikim të madh ka edhe shumë edhe profesori ose mësimdhënësi. Nëse unë për veti po foli si nxënës, nëse e shon që një profesor e ka don lëndën e vet dhe e shpjegon me pasion, më jep motiv me mësu lëndë e ai. Se e shoh që për një me e don lëndën e vet dhe për një me ka qef që na me mësu te ai, nuk e di vjen si një farë motivi që më ja plotësu çfarë dëshirë profës, që me mujtë sa ma shumë me mësu të aj. Me të regu drejt, unë besoj shumë edhe në këto në tipin ose në llojin e individit ose të nxënësit. Për shembull, se nëse e merr kështu në pamje të parë, është shumë e vërtetë që çaj që të ligjëron ose çaj që është ta mësu lëndën e vet, normalisht e lën rolin kës për me të pëlqyer ose jo çaj lëndë. Por e mendoj se varet edhe prej individit, edhe prej interesave, prej pasionit, e pse jo shpesh edhe prej familjes. Për shembull, ka shumë prej aty në nxënësave që për me u lidh prapë të nota që prej xhenezës tyne, do me thonë prej familjes tyne, e din se ku janë ma shumë të interesum, e din se ku e kanë ma shumë pasionin, e din se a ju pëlqen ma shumë që kjo shoqëroria natyrorja, po din edhe me dallu çka është me mësu për një me dhe çka është me mësu për notë. Do me thonë për menimin tam, rol shumë të madh këtu luan edhe familja dhe mënyra se qysh edukohem na pe fillimit. Do me thonë qysh e marrim na qatë pikpamje për të mësumin, për një lëndë caktume, për një lëmi ose për një fush caktume, e pse jo edhe për notën. A menon ti që do të mund diku nxënësi prej familjes me në karrierën e tij ose në lëndë që ati i pëlqejnë? Mund diku është shumë fjalë e madhe. Do me thonë ndikimi ose influenca ose çush dush çuje për menimin tam, kërkush nuk duhet mundi ndikun prej kërkujt. Për shkak që është diçka tek e fundit është ndikim, nuk e bëm se po ki qef, ose nuk e bëm se ti ki vullnet, po e bëm se po të dikush tjetër. Unë natyrisht që menoj se duhet që me marrë menime, me marrë opinione, me diskutu me njerëz të afër, jo vetëm familjes, me diskutu me shok, me shoqe, me njerëz edhe më të largët, mirë po për menimin tim ndikimi nuk të bën bre kur gjë mirë. Do me thonë nuk është
sa ma shumë indikum si çfarë ma problem kime pas në tarmën, është problem me boti të njëjtën ose me zgjidh një karrierë ose një punë që të njëjtën nuk i me dasht. Për shkak se e bën me zar. Do të thonë duhet me zgjidh diçka që të ndihmon ose për shkak i Jam pasion. shumë i këtij mendimi që nuk do të më ndiku prej familjarëve ose prej rrethit shoqëror në çfarë karriere ose çfarë aspekti don me jetu ti jetën tonë, se ti mundesh më ndiku, po pastaj e bën atë punë pa vullnet ose e mëson atë lanë pa vullnet, edhe nuk besoj që mundet më jap rezultatet më të mira që ti kishe mujt më arrit nëse kishe punu diçka që e don ose nëse kishe mësu një lanë që ty të pëlqen, kishe pas shumë rezultate më të mira se një lanë që e ndiku prej familjes ose prej shoqërisë. Shumë e saktë. Për me u kthy edhe një herë te, do me thonë te tema kyçe për shkak se diskutum këza elemente që mendoj që se të neve i hasim çdo ditë, edhe shumë pikë pyetje që i kena, po pajtohemi të dytë edhe po thojmë të dytë se notat janë të rëndësishme, pavarësisht që janë veç vlerë numerike e masin në aftësi tonë në një limit caktuar për një periudhë kohore të caktuar, edhe pse notës të jap definicion, por për mua që është definicioni më i lezetshëm. Mirë po menojmë të dytë që nuk duhet ose nuk duhet me marr parasysh veç notën, duhet me pas shumë rëndësi se çysh ti mëson edhe se çfarë background-i ki tjetër përpas asaj note, edhe jo gjithmonë nota të bën të suksesshëm ose jo në jetën tonë. Shumë e vërtetë, edhe unë jam i të njëjtit mendim, nuk besoj që nota ndikan so inteligjent ose so i suksesshëm ki mu ka një jetë, është element që na duhet shumë, se nota është shumë e rëndësishme, por nuk besoj që është faktori më i rëndësishëm ose më i rëndësishmi që mundet me ndiku në karrierën ose në jetën tonë. Faleminderit shumë, shumë vazhdim e mirë ka seriozisht. Për ndryshe, ky është epizodi i parë i podcastit Horizon Talk, edhe për më shumë tema të tilla, për më shumë çështje të tilla që na prekin neve si nxënës, ju presim në episodet e tjera.